Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhura falenderojmë vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozër, kemi filluar më herët me trajtu një përgjigje në një pyetje të madhe, çfarë na mungon. Duke pas parasysh mirësitë e shumta të Allahut ndaj neve, duke pas parasysh përmirësimin e jetës në shumë aspekte, prap dëgjojmë ankesa, probleme, parahati dhe njëri pyetet e tash çka po na mungon. E tash, çfarë është ajo që nuk e kemi? Andaj në kuadër të përgjigjes në këtë pyetje e munduar që t'i dhë disa përgjigje, sikur që përmenda, që realisht mungesa e këtyre e bën jetën të parahatshme, e bën jetën të papërmbushur, të pakompletuar. Andaj në një shoqëri, në një vend, në një jetë ku mungon durimi, ku mungon falenderimi, ku mungon keqardhja për punë tek Xhia dhe pendimi, nuk ka kush i zaventson këtu. Edhe në qoftë se i kanë pasuritë e mbi tokës e të nën tokës. Edhe në qoftë se, domethënë, ushqejnë ushqim më të mirë, edhe jetojnë jetën më komode, më luksoze, megjithatë nuk do ndihen kur të përmbushur dhe nuk do ndihen kur rahat. Për faktin se Allahu xhallahu ala jetën e mirë e ka kurzuar me këto vlera. E ka kurzuar me falërim, me mirënjohje dhe vlerësim. E ka kurzuar Allahu xhallahu ala jetën e mirë me durim, me pendim, me keqardhje, jo me injorim, arrogancë, e shpërthim e kështu me radhë. A janë vetëm këto që mungojnë, apo ka ende tjera që mungojnë? Padyshim se ka ende që na mungon. Dhe ne duhet të mësojmë gjithmonë që të plotësohemi, të kompletohemi. Prandaj përdurimin kam folë me javë me radhë për falenderimin si me e kuptu dhe si me shpreh dhe vlerësimin ndaj begative të Allahut, pa ndaj njëri tjetrit, edhe për këtë kam folë me javë, edhe për pendimin, gjithashtu. E ta do të flas, inshallah, të ndërruar duke filluar 5 sa të tutje, edhe për një çështje shumë të rëndësishme, shumë vendimtare për jetën tonë të mirë, për organizimin e duhur të jetës tonë që fatkeqësisht në shumë aspekte e gjejmë se kjo mungon. Çka është ajo që mungon? Krahas atyre tjerave që kam përmendur. Mungon edukata. Fjala edukat është një fjalë që të gjithë e përmendim. Dhe kurdo që nuk sillet mirë ka herë, kurdo që për shembull mund të jetë arrogant, i vrasht, na lëndon themi, duhet të pas edukat, mos sill kështu. Do mirësjellja e duhur, komunikimi i duhur, reagimi i duhur është ajo që shpesh herë mungon. Në kjo edukatë ndërkohë mungon në gjitha nivelet e shoqërisë. Shikoj, nuk po them nuk ka edukat, ka, po mungon, nuk është e kompletuar. E dikun mungon më shumë, e dikun mungon më pak, por megjithatë gjithmonë ka hapësirë për me u plotësuar në këtë aspekt. Dhe kur flasim për edukatën, zakonisht njerëzit e kuptojnë edukatën në kufe të limituar. Për shembull, edukata me prindin, edukata me vjetër, edukata, këtë janë këto pjesë edukatës. Mirë po, ekziston një koncept më i kompletuar, më gjithëpërfshirës i edukatës sipas udhëzimeve të Islamit. Ku fillon edukata sipas Islamit? Ku fillon? Ku ka bazën, rrënjët, nisma e kësaj edukate? Baza e kësaj edukate, që kur kjo bazë ekziston, kur ky themel është, pastaj me lenë Allah mbi të ndërtohet fuqishëm çdo kat i kësaj edukate, çdo nivel i kësaj edukate. Prandaj niveli kryesor, bazik i edukatës së një muslimani e që fatkeqësisht mungon shumë në jetën tonë sot është edukata me Allahun e Madhnuar. Duhet me di që mësit me Zotin Gjelle Gjelalu në çdo situatë. Nga se ne kalojmë për situata të ndryshme në jetë, të ndrozër.
A dina me usil me Allahun që është duhet? Edukata me Allahun xhalla xhelaluhu është baza e çdo edukate. E pastaj tutje vazhdon me ndërtu besimtari, do të thotë ndërtesën e tij të edukatës, me ndërtu vetën e tij dhe me kompletu në aspektin edukativ edhe në pjesë të tjera të jetës së tij. Por esenca dhe baza dhe piknisja e çdo edukate është edukata me Allahun xhallahu ala. Në çdo vend, në çdo shoqëri, në çdo komunitet ku mungon edukata me Allahun xhallahu ala, mungesa e kësaj edukate ka më u shpërfaq në të gjitha nivelet e shoqërisë. Nuk ka pas as edukat mjaftueshme me prindin, me të vjetrin, me fëmijën, me mësuesin e me tjerë me radhë. Pse? Pse mungon baza. Mungon baza. Andaj të ndërrum ne duhet me ditë cila është edukata me Allahun. Qysh një musliman sillet me Zotin e tij. Kjo është e gjatë, veç për edukatën me Allahun mund të flasim me javë të tëra. Por ndu me i përmend disa udhëzime të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë çështje, që ta kemi parasysh se qysh një musliman duhet me u tregu i edukuar me Allahun te bareke ve teala. Çështja e parë e edukatës me Allahun ka të bëjë me besimin e drejtë në Allahun xhallahu ala. Shikoni të ndërozën, Allahu xhallahu ala është krijuesi i gjithësisë. Ai është furnizuesi. Ai ka gjithçka në dorën e tij. Nuk ndodh asgjë pa lejen e tij. Të gjithë i nështrua dhe i përulin Allahu xhallahu ala, me vullnet e pa vullnet, me dëshirë e pa dëshirë, ai imposhtë të gjithë. Të gjithë janë të mvarën për ti e ati askush nuk i duhet. Prandaj në bazë të kësaj Allahu është i veçantë. Lejse kemithlihi shay, nuk është i ngjashëm me të askush. Prandaj Allahu gëzon të drejtat caktuara. Ne kemi obligime të caktuara karshi Allahut të manduar që këto obligime nuk i takojnë askujt. Nuk bën që t'ja japim askujt aq i takon Allahut te barekuhu teala. Dhe kujdesi dhe mirëmbajtja e këtyre raporteve me Allahun xhallahu ala, që nuk janë me askë pas me Allahun, është pjesë e kësaj edukate. Besimin në Allahun xhallahu ala. Me besu drejt në Allahun xhallahu xhelaluhu. Sa vendin kur Allahu flet për besimin e drejtë në Allahun te barekuhu teala. Për shembull, të ndërrozë Allahu xhallahu ala në ajetin më të madh në Kur'an, e që është ajetul Kursiya. Të spjedoa që e themi ne. Është ajeti më i madh në Kur'an. Pse? Pse flet për temën më të madhe në Kur'an, edhe në jetë, flet për Allahun e mënduar. Krejt ajetul Kursiya flet për Allahun xhallahu ala. Dhe në fillim Allahu xhallahu ala na mëson se si duhet me besu drejt në Allahun xhallahu ala. Nga edukata është la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah nuk e kap gjuhën me askotja. Është pa edukat me Allahun xhallahu ala, mëse Allahu lodhet. Allahu te barek ve teala harran. Allahu xhallahu ala gaban. Kjo është pa edukat me Zotin xhallahu xhelaluhu. Prandaj muslimani ka besimin e kompletuar në Allahun xhallahu ala, ka të përkryer për faktin se beson si duhet në Allahun xhallahu xhelaluhu. Besimtari është i bindur se i tërë adhurimi i takon Allahut azza wa jall, andaj asnjë njësi, asnjë pikë të këtij adhurimi nuk ja kushton askujt pas Allahut xhallahu ala. Për shembull, Allahu ka kërkuar nga ne që ne ta lutim Allahun xhallahu ala, atij t'ja drejtojmë kërkesat tona. Për ato që nuk ka mundësi me i përmbush askush pas Allahut te barekuhu teala. Prandaj orientimi i këtyre kërkesave dikujt pas Allahut, i gjallë apo i dekun, është pa edukat me Allahun xhallahu ala. Nuk është edukat me Allahun xhallahu ala, është në shpërputje me besimin në Allahun xhallahu ala. Njeriu më shku me u lut tek ndonjë varr, me kërku ndihmën e të vdekurit, me kërku që ai më ia plotëson ndonjë kërkesë. Është në shpërputje me besimin, është pa edukat. Po e thirr të vdekurin e po e lën gjallën, ai që nuk vdes kur, ai që nuk vdes kur. Prandaj Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, "Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetu gjithmonë, lidhu gjithmonë me atë që është i gjallë e nuk vdes, është Allahu te barekuhu teala. Shikoni pejgamberin alayhis salam, sa njëri me vlerë, sa njëri me rëndësi, sa i devotshëm, sa besimtar i drejtë, sa i dijshëm, megjithatë ka vdek. Ka shku pejgamberi alayhis salam. Ai nuk na dëgjon, ai nuk na përgjigjet. Për shkak se ka vdek, është njeri. Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ti ki me vdek, edhe ata kanë me vdek. Nuk është i dërguar i pa vdekshëm. Ai është i vdekur. E i vdekuri çfarë
i vdekuri, çfarë natyre të jetës ka, nuk na dëgjon, s'ka komunikim me neve. Andaj çfarë tha pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, shikoni çuçi ka rregullu komunikimin ton me të edhe pas vdekjes. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, Allahu ka malaika, melaq posaçëm që kur ju dërgoni salavat mi mu, thoni Allahumma salli ala Muhammad, apo ata ma përcjellin mua salavat në juaj, domethënë unë s'ni ke salavat, unë s'kam juve direkt, po Allahu ka malaika që e mbledhin salavat në juaj, e më tregojnë mua se kush nga ummeti jam pa qenë salavat. Nuk ai s'dëgjon, ai s'ka komunikim me neve. Prandaj përkushtimi i lutjes, thirrja pejgamberit sa është pa edukat me Allahun xhallahu ala. E shumë forma të tjera të deformimit në besim është pa edukat me Allahun xhallahu xhelaluhu. Prandaj të ndrozë nga edukata me Allahun xhallahu ala është ka të besosh drejt në Allahun xhallahu ala me plot kuptimin e fjalës, të besosh në aspektin e adhurimit, të besosh në aspektin e cilësive të Allahut, emrave të Allahut xhallahu ala dhe këtë çka ka të bëjë me Zotin xhallahu ala, të besosh në atë frym, në atë mënyrë që ai na ka mësuar në Kur'an, edhe na ka mësuar për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është edukata e muslimanit tani sa. Kjo është edukata e muslimanit që na ka mësuar Allahu dhe Muhamedi alaihi salatu wasalam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ndërhynte sa cenoi kjo edukat. Sa besimtar mund të tregosh ndoshta pa qëllim, por të pa edukat si duhet me Allahun xhallahu ala, ndërhynte pejgamberi alaihi salatu wasalam. Për shembull të ndrozur çështja e betimit, që është çështja e përditshme e njerëzve. Njerëz betojnë për me vërtetuar diçka që është e saktë, e vërtetë. Nga edukata me Allahun është që të betosh veç në Allah, në asnjë tjetër. Nga se për ty emri më i madh, më i rëndësishëm, me të cilin ti i volos qëndrimet e tua se janë të sakta, të vërteta është veç Allahu xhallahu ala. Nuk betohet muslimani në babën, as në nonën, as në fëmijë, e ndaluar është. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në esencë besimtari të ndërmjet nuk betohet, nga se është i drejtë i vërtetë, s'ka nevojë. Por nëse ka nevojë, betohet në Allah, ose hesht. Muhamedi alayhi salam tha, "Men kana minkum halifan falyahlif billah aw liyaskut." Kush nga ju betohet, le të betohet në Allahun ose hesht. Nuk betohemi në asgjë tjetër pas Allahut xhallahu ala, nga edukata me Allahun te bareke ve taala. Edukata e komunikimit, edukata e besimit, edukata e adhurimit. Nuk e adhurojmë Allahun ndryshe pas që na ka mësuar Allahu xhallahu ala. Prandaj nganjëherë mund të jetë dëshira e besimtarit, ajo që e shtyn në një formë caktuar të adhurimit, por ja që ajo është në shpërputhje me edukatën me Allahun xhallahu ala. Për shembull të ndrozur, nëna sot më fal xhuman. Xhumaja sa rekate i ka? 2 farz. E kena 2 farz xhumaja që i falim me zo, apo. Unë më i thon që vëllazina gjuna çar, ina të mangët, ai falim sot 4 xhumaja. I shtojmë 2 për sevap. A ban me i shtu? Nuk ban me i shtu. Nuk ban. Se Allah e ka ditë sa miliona. S'ban me i shtu 2 tjera. Në file vullnetare ashtu sa dush. Ama kur don Allah të më përgjigj, i përgjigj që ai të ka thirr, jo që s'don ti. Nuk mundesh. Ai ka thonë tash me fal xhumon edhe në këtë mënyrë. Dikush a mund me fal për shembull xhumon vetë të shtëpia. Ku më dalë më të lash? Jo. Për shkak se nga edukata ndaj Allahut është me adhuru Allahun që ai të ka mësuar. Ndryshe s'ka atë. Disiplina e besimtarit dhe edukata e tij në raport me adhurimin është në pasimin e udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndonëse këto që janë qarta, besimtari nga edukata me Allahun beson në Allahun drejt, komunikon me Allahun drejt dhe e adhuron Allahun xhallahu ala drejt. As nuk mungon e as nuk shton. Çaq në atë që na ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë jemi, mbetemi, gasimi të bindur se Allah e ka plotësuar fen. Allahu xhallahu ala ka plotësuar fen, s'ka mangësi në fen ton. A ka diçka të mangën të fen që na do të më mbledh, çush më apo të më plotësuar se umet mangët. A ka diçka të mangën të fen ton? S'ka. Plotësuar feja. Plotësuar feja. Këtë është e plot, në rregull është. Çka na takon neve? Më unë nështu e më bindë, ka që është të përima. E jona që ka që. Nuk është jona me shtu në fejë, me paku për fejës, më mbledh
Për shembull, edhe më ndresh diçka se ndoshta mundam më bëj më mirë, jo, më mirë se çka ka pejgamberi s'e bën kur. S'mush apo? A mush Allahun me adhuru më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk mund. Prandaj nga edukata me Allahun xhallahu te ndrua vëllezër është që të besojmë në Allahun drejt, pa mangësi, pa deformime, pa e cenu pastërtinë dhe kullueshmërinë e këtij besimi. Pa i adhon as kujt, as një thërmi të këtij besimi të kësaj drejte që i takon veç Allahu xhallahu ala, veç Allahu t'i japë. Besojmë drejt, e adhurojmë drejt, komunikojmë me Allahun drejt. E kështu me radhë. Nga edukata me Allahun të ndërruar vëllezër është që ti përgjigjesh kur thirr, është tërbije. Për shembull, a është edukat për shembull me prindin kur thirr me s'kan vakt? Sa është edukat? Do të përgjigj. Ose me kërku falje, që veç pak, ose po kryesorja duhesh që të reagosh pozitivisht në raport me thirrjen. E Allahu kur thirr, nga edukata është më përgjigj. Më përgjigj. Allahu na ka thirrë, duhet më përgjigj, kjo është edukata ndaj Allahu xhallahu ala. Nuk është edukat me Allahu me thonë s'kam vakt. Nuk është edukat, është patërbije. Allahu po thirr me fal namazin, me thonë që po kam që po kam vakt. Që s'po ki vakt për krijuesin tën? A përshë kjo fjalë sa është e pahishme. Shikoj kjo fjalë sa është domon pa edukat me thonë me Allahu xhallahu ala. Minimumi. Allahu po të thret e ti për s'kom ku, e a i s'pedin t'ja ki ku as ki ku, apo? E din a i shumë mirë. Dhe a i t'kaftuar në a që a e din se ty të bëndë bëjtë ti munësh. Nga se Allah aske nuk e ngarkon për ti mundësive. La ju ke lifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah aske nuk e ngarkon për ti mundësive. Pra da i përgjegju. Përgjegju në atë që atë ka thirë me zbatu. Përgjegju në atë që të ka thirë Allahu xhallahu me u largu. Largahu. Nëse Allah kam kjo është e ndaluar, largahu, e mëstuj, valla s'pëmuj, kësha pas qef, sa është edukat me Allah më s'pëmuj me lonit keqe. E keqe është e damshme, largahu për saj. Nga se Allah e ka ndalu, e ka ndalu për ty jo për veti. Për shamu të ndërmëzër, qëfar dë haramin në tokë më bo? Qëfar dë e keqe në tokë më bo? Më përhapë të në ontë, alkoholi, bigjozi, vrasja, amoraliteti, punë të pista, kejtë më përram në për tokë, Allah në rujtë. A dëmëton kjo Allah në dëqka? Kur gjë. Absolutisht. Kujt i këthet dëmi kësaj? Kujt? I këthet njerëzve. As kujt tjetër. I këthet njerëzve. Allah u gjallua për të në ruajtur neve, për të mirën tonë në ka ndaluar të gjëra. Pra ndaj nga edukata me Allah u gjallua është që ti përgjigjemi Allah të barë këtarë. Ti përgjigjemi në obligime dhe ti përgjigjemi në ndalesa. Në obligime duke i zbatuar e në ndalesa duke i braktisu dhe duke u larguar. Edukat me Allah në gjëllë. Nga edukata me Allah në të ndërru vëllezër është që të jemi të bindur se ato që ka Allahu e ka caktu është e drejt edhe e duhur. Edhe pse për ne është e pakëndshme. Në edhim që Allahu xhallahu ala është ai që cakton, ai din çka ka menduar, na nuk e dim. Ne kemi për obligim me ndërmarr masat e duhura për me arrit një të mirë. Me ndërmarr masat e duhura më larg nga kjo keqje. Kjo është puna jonë. Ne nuk dim çka ka caktuar Allahu, na duhet me luftu për më të mirën. Na duhet me u përpjek për me e largu të keqen, me e largu smundjen, me largu dhimbjen, na përpjekemi. E çka ka caktuar Allahu për të përpjekje na nuk e dim. Por ne jemi të kënaqur pastaj me caktimin e Allah xhallahu ala. Besimtari nuk tregon revolt, nuk tregon refuzim, nuk tregon idhnim në raport me caktimin e Allah xhallahu ala, por pajtohet edhe mundohet me koni kënaqur me caktimin e Allah xhallahu ala, nga se ai e din e na nuk dim. Allahu thot: "Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Allahu din e ju nuk dini. Ndaj Allahu e din të ndërruar pse kjo ndodh këtu, e pse janë ndodh, ai e din më së miri. Mirë po, njerëzit duke tentuar me e shfaqsu vetveten e orientojnë një lloj fajsimi, një lloj çortimi në raport me Zotin xhallahu ala. Kjo është e pa edukat.
Kjo është e pandershme. Minimumi që ka mund të themi. Minimumi që ka mund të themi. Prandaj, sa krime në tokë ndodhin, sa të këqija në tokë ndodhin, apo? Njerëzit, për shembull, pyesin e pse Allahu s'po i ndihmon. Allah ju ka ndihmu, po njerëzit e kanë prish. Duhet me qërtu njerëzit, kriminalet, duhet njerëzit me u bashkë edhe me i nalë të këqit, se Allah në ka mundësin. E pse njerëzit nuk e bojnë detyrën e tyre, duhet ata me e fajsu vetë, jo Allah në te barekuhu teala. Edhe të ndodhë, sa krime në tokë ndodhin, sa të këqija në tokë ndodhin, apo? Po. Kush i bën ato këqija? Kush i bën ato krime? Njëri i bën. Që njëri analet, po nalet, kush duhet me nalë? Njerëzit e tjerë duhet me nalë. E pse s'me nalën ata tjerë? E po ata një pse s'me nalën, ka tjera meselet e në ty. Por fajsimit me konë tek njerëzit. Allahu ja ka jep njerëzit mendjen, ja ka jep një mundësin, arsyen, ja ka jep udhëzimin, krejt mjetet e mjaftueshme o ka jep që me pas një jetë komode, rahatshme edhe të drejtë. Pse njerëzit i shpërfillin këtu, i keqpërdorin, e pastaj në bazë të lakmis, e pangopsis, e shkelin, e hanjin të drin, fajo është njeri, jo të Allah xhallahu ala. Këtë e ka për Allah njerit, këtë e ka mundësuar. Atë është pa edukat që njeriu me thonë, e pse Zoti s'po i ndihmon? Ju ka ndihmu ballë? Ju ka ndihmu? Po pse ata s'dojnë me ndihmu vetvetes është punë tjetër, njerëzit në përgjithësi apo. Pse ata s'dojnë me luftu krimin, të keqen, të padrejtën, që është tek njerëzit. Nuk është tek Allahu xhallahu xhallahu. Kjo është e para. E dyta për shembull, na nuk mundem të ndërmozër me e detyru Zotin që ai me intenu kur na dojmë. Ndodh një e keqe, e pse Allah s'po nal? Ai nal, ai din kur e nal. Ti që ke po për me nal atë. Krejt punë dunja nuk kryen. Allahu xhallahu ala ka përmendur se këtë dunja ka sprova. Në këtë dunja, nëse e njekni udhëzimin e Allahu xhalla xhelalu, nëse e njekni udhëzimin e pejgamberëve, do të keni drejtësi, do të keni rahati e mirëqenie. Nëse i shmangeni udhëzimin e pejgamberëve, keni me pas parahati, probleme, lufta, ka me dominu të këqit, pangopshmit, lakmiqart. Ai na ka mësuar që ashtu? Dunja që ashtu? Tash njëri më shiku ku po pozicionohet dhe për çka po përpjeket. Mirë, për këtë dunja përfundon. Ditën e gjykimit është tjetër pastaj tjetër çështje. Atë mandej sjalën Allah në dorë kërkuhet më marrë me këtë punë. Ai vetë i kryen punën, i merr në pyetje kriminalet, ai shpërblen bamirësit, ai shpërblen gjithashtu të përvuajturit, edhe të dëmtuarit, ai dënon kriminalet, ai dëmton ata që kanë keq përdor. Ditën e gjykimit po. Ahireti është tjetër, dunjaja është tjetër. Prandaj na dim Allahu xhallahu ala kur i merr atë. Por nisa në dim, Allahu thot, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Kur mos mendon se Allah është i pakujdesshëm, nuk po vren çfarë të padrejtit bëjnë tokë. Mos mendon kështu kur. Pse vonohet? Pse ai është në punë e tij, ai e din. Pa nga edukata me Allahun është që më thon, ai e din, na nuk e dim. Ai e din pse, na nuk e dim. Por ne duhet me bë punën tonë. Ti e ke bë punën tonë, unë e kam punën tëm. Ti, ç'ka është e jona atë? Jehudhia fajeve, edhe mendimi i keq për Allahun xhallahu ala, por mendimi i mirë për Zotin xhallahu ala është nga edukata me Allahun te barekuhu. Mendimi i mirë për Zotin, ai e din, unë nuk e di. Edhe në atë që ndodh në veten tonë, në familjen tonë, në shoqni, njerëzit, keq ka ndodh me lejen e Allahut xhallahu xhallahu. Në atë që ka të këndshme, Allahun e falenderojmë. Në atë që ka të pakëndshme, ne besojmë se ka urtësi. E kuptuam apo se kuptuam tjetër çka është, por gjithmonë duhet që gjërat e pakëndshme që ndodhin në jetë të ndrozur, gjithmonë gjërat e pakëndshme që ndodhin në jetë na vetëdijsojnë për rolin ton karshi dushimit të gjendjes. Çka ke bëu ti me ndryshe të ata? Ti çka ke bëu? Ti çka ke ndryshuar me kondryshe? Çka ke na bëna? Çka është e jona? Prandaj nga edukata me Allahun xhallahu ala është që të marrim përgjegjësitë mbi supet tona, të fajsojmë vetët tona gjithmonë, e të jemi të bindur se Allahu asnjëherë askujt pa drejt nuk i bën. Kjo është bindje besimtarit. Allahu askujt nuk i bën pa drejt. Askujt. Allahu është i drejtë. E shpesh herë është bamirës. Drejtësia është niveli i fundit. Apo mirësia është kam drejt me dënu pas po du. Po du me të bo mirë. E shpesh Allahu na trajton me bamirësi e jo me drejtësi.
se po të na trajton të me drejtësi, nuk do të mbete njëri mbi sipërfaqen e tokës. Normal. Prandaj nga edukata me Allahun është të ndrozur të pajtojmë me caktimin e Allahu xhallahu ala, edhe të kemi mendim të mirë për Zotin në vazhdimsi. Kjo është nga edukata me Allahun xhallahu ala. Prandaj këtu janë disa udhëzime që e përbëjnë edukatën e besimtarit me Zotin xhallahu ala. Edukata në besim, edukata në adhurim, edukata në komunikim, apo edukata në përulje e në nështrim, edukata e përgjigjës në Allahu xhallahu ala, edukata e reagimit ka caktimit të Allahu xhallahu ala e kështu me radhë. Këtë jënë këto forma që e përbëjnë edukatën e muslimanit me Allahun xhallahu xhelalu. Nga se ajo është i gjithdijshme, ajo është i pastër nga çdo emet, e na kemi të meta, kemi të shime, ndërsa ai është i drejti, dhe ajo është bamirësi, ajo është kujdestari, ai mbron njerëzit. Ndërsa njerëzit ata që e prishnë e bëjnë zullum, edhe bëjnë të këqija mbi sipërfaqen e tokës. Allahu na ruaj nga sherrri i zullumçarëve. Allahu xhallahu ala i ndihmon muslimanëve kudo në botë që janë duke u keqtrajtuar, e duke vuajtur nga shtypja e zullumit i keqbërësve e kriminalëve të ndryshëm. E na mundsoft Allahu xhallahu ala që ne të marrim përgjegjësinë që na takojnë, sado qofshin ato, të vogla, të mëdha, është e rëndësishme të marrim përgjegjësinë që na takon e të bëjmë ndryshimin e duhur, së paku brenda vetëve tonë dhe familjeve për atë që kemi mundësi, e pastaj dhashtë Allah që të kemi fuqi e mundësi të bëjmë edhe ndryshime të mëdha në shoqëri edhe në mbar njerëzimin. Andaj baza kryesore e ndërtimit edukativ të besimtarit është edukata me Allahun që për të folëm sot. Do të vazhdojmë të flasim edhe për këtë çështje të tutje për shkak se konsideroj se kjo mungon dhe mungesa e edukatës në fusha dhe nivele ndryshme rresht e ka bërë jetën e njerëzve të zbrazët, të mangët, i ka bërë njerëz të parahatshëm përkundër mirësive dhe begative të shumta që ata i gëzojnë. Me kaq po do të mësoj pjesë, Zoti ju shpëlbeft. Tash është koha e ezanit, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam bismillahi.